nëse diska të mëdhe, to poshtë, zotin. Po nëse diska. Çka kije? Se e kun deputeti, veç pas. Ha. A e kun deputet. Jam konë, çka përdon se pe kthej rrugën. Mos e këtë poshtë, zot. Veç edhe një pyet shama, zotin vrov. Hajde kallze. Po ti e kun deputet, poshtë, zotin ka thënë, ço puna e çoj pavarësi. Pavarësia e din krejt vllaçi e kanë shty pavarësinë. Unë ato kom ditë që një farë pavarësi e prisht. Se e prisht? Që nuk dhes me qef, po me të shtyma. E kom qere një herë. Qa kom? Qa kom? O po, sabri. Qau bo? Hajde mas jo është politika veç edhe një kur mos dhe. Po e val, po. Mas jo për politik, poshtë. Ha. Po mas i të veta për politik, veç edhe një pyt. Ha. Qa majna ti për grupin negociator? Ha. Lec. Ha. A bon unë e ty me të vetë për grupin negociator tonin që po shkon për çështjen e pavarësisë të Kosovës me bisedu? Vetë mare? Lec. Ha. Çka ta merr ty menja? Ha. Grupi jo negociator për pavarësinë e Kosovës. Që po shkojnë me aeroplana në për Austrije në për dyje, për me bisedue. Çka ta merr ty menja, larg qoftë? Me bo murdzu aeroplani ku janë ata. A kish pështu në njoni pe i tyne? Ja, sabre, a janë vorët për aeroplani. Me qëllu aeroplani hartisarit, a e ka aeroplanin modern Amerikan, sërgjohet. A me qëllu aeroplani, sikur i këtyne... Desa pa shitu mu lidhë. Me bo me qëllu aeroplani, ku është grupi jo negociator, si koraj aeroplani i Boris Trajkovski Trametlis që ju mëtë. Me bo në qasi aeroplani me qenë, a kish pështu në njoni pe i tyne? Une... I kisha një dy shokat, ja kisha më shelë synin, I kisha unë mos hyp në aeroplan. Po? Se dhjetë ka. E mirë këta tjerë qa thu, a kish pështu në njoni me bo mu pratu qasi aeroplani murdzu? Po, sabi. Kush kish pështu, Lec? Kish pështu, ki potli. Kush? Potli kish me pështu. Halal ko. Halal.